Për të gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036. Dispozitat e përgjithshme që kanë të bëjnë me fëmijën e porsalindur. Në këtë kapitull përfshihen këto tema. 1. Çfarë duhet të bëjë edukuesi në momentin e lindjes së fëmijës? 2. Dispozitat e emërtimit të fëmijës. 3. Dispozitat e akikakis për fëmijën e lindur. 4. Dispozitat e synetisë së fëmijës. Çfarë duhet të veprojë edukuesi në momentin e lindjes së fëmijës? Ndërmirësitë që Sheriati Islam i ka sjellur ummetit islam është edhe fakti se i ka sqaruar të gjitha rregullat dhe dispozitat që kanë të bëjnë me fëmijën e porsalindur. Po ashtu duhet ditur se këto rregulla kanë lidhshmëri të rëndësishme me parimet e edukimit. Këto rregulla duhet të jenë të qarta për edukuesin, ashtu që ai të jetë në gjendje t'i kryejë obligimet që i ka ndaj foshnjës së lindur. Prandaj secili që e ka obligim me edukimin, duhet që këto detyra t'i kryejë në mënyrë sa më të përpikt, duke u bazuar në themelet dhe rregullat që i ka përcaktuar feja islame, e të cilat na i ka sqaruar edukuesi i parë i dërguari alayhis salam. Në vijim po i paraqesim rregullat dhe dispozitat më të rëndësishme të cilat duhet t'i zbatoj edukuesit në momentin e lindjes së fëmijës. Preferohet të jepet si harik dhe përgëzim për lindjen e fëmijës. Rekomandohet që muslimani të nxitojë për të përgëzuar vllajën e tij musliman, të cilit i ka lindur fëmia, dhe kjo të bëhet me qëllim të gëzimit të tij. Në këtë mënyrë forcohen marrëdhëniet e ndërsjellta familjare dhe shtohet dashuria e respekti. Po qëse nuk i jepet muslimanit mundësia e si harikit, atëherë ai duhet ta përgëzojë atë, duke bërë dua tek Allahu për prindin dhe fëmijën e lindur. E ndoshta Allahu i përgjigjet duas lutjes. Kurani fisnik e ka përmendur si harikin për lindjen e fëmijës dhe me këtë e ka udhëzuar e mësuar ummetin islam. Nga se një veprim i tillë ka ndikim të madh në rritjen e forcimin e lidhjeve shoqërore dhe bashkimin e muslimanëve mes vetit. Allahu tregon ndodhin e Ibrahimit alayhis salam. Edhe Ibrahimi i patën ardhur të dërguarit melekët, tanë me mygjde dhe i thanë: "Selam." Ai u përgjigj: "Gjithnjë paçi selam." Dhe nuk vonoi t'u asillte një vit shtëpjekur, të fërguar në gur. Kur pas se duart e tyre nuk shtriheshin nga ai viçi, ju duk diçka e pazakonshme dhe ndjeu prej tyre një farë frike. Ata i thanë: "Mos u frikso, ne jemi dërguar te populli i Lutit." E gruaja, Sara, e tij Ibrahimit, rrinte në këmbë dhe qeshte. E ne e përgëzuam atë me Ishakun e pas Ishakut Jakubin. Përmend Allahu në Kur'an ndodhit e Zekerias alayhis salam. E duke u falur në faltore, engjëjt e therrasin atë: "Allahu të përgëzon ty me Johan." Në një ajet tjetër thot: "O Zekeria, ne po të përgëzojmë ty me një djalë, emri të cilit është Jahja, e askënd para ti nuk u emërtua me këtë emër." Sa përket asaj se duhet uruar për lindjen e fëmijës, mund të përmendin transmetimin e Ibn Qayyim el-Jauziut, të përmendur në librin e tij Tefetul Mevdut, nga Ebi Begër el-Muadhiri, i cili ka thënë: "Kemi transmetuar nga Hasan el-Basriu se si kishte ardhur njeri tek Hasan el-Basriu, e që tek ai ishte një njeri që kishte lindur një djalë. E ky njeri që erdhi te Hasan el-Basriu i uroi atij njeriut për lindjen e djalit, duke i thënë: "Urime atit."
Atëherë Hasan el Basriu tha: "Kush të tregon ty se ai është at apo gomar?" Ky njeriu i tha: "Çfarë duhet të themi?" Ju përgjigj Hasan el Basriu thuaj: "Qoftë i bekuar ai që ka lindur, qofsh falendërues ndaj tij që të ka dhuruar, je i furnizuar nga begatia e tij dhe qoftë me jetë." Ky sierik dhe përgëzim duhet të bëhet si për djalin, ashtu edhe për vajzën pa bërë kurfar dallimesh mes tyre. Sa mirë do të ishte që muslimanët ta praktikonin këtë sunet tradit islame në shoqërinë e tyre, për shkak se me anë të kësaj tradite forcohen lidhjet familjare dhe shtohen dashuria e respekti i ndërsjellët në shoqëri. As sa mirë do të ishte sikur muslimanët të ecin kësaj rruge, e cila u sjell bashkim, harmoni dhe se të tillët do të jenë robër të Allahut të vëllazëruar, sikur ndërtesa të fortifikuara që e mbajnë njëra tjetrën. Preferohet thirrja e ezanit dhe ikametit te fëmia i lindur. Prej dispozitave dhe rregullave që i ka caktuar sheriati islam për fëmijën e porsalindur është thirrja e ezanit në veshin e djathtë dhe ikametit në veshin e majt, ndërsa ky veprim duhet të bëhet menjëherë pas lindjes. Ebu Davuti dhe Timidhiu transmetojnë nga Ebi Rafi, i cili ka thënë: "E kam parë të dërguarin alayhis salam duke i thirrur ezanin në veshin e Hasan ibn Aliut radiallahu anhu, në momentin kur kishte lindur Fatimja." Bejekiu dhe Ibn Saniu transmetojnë nga Hasan ibn Aliu radiallahu anhu, i cili ka pohuar se i dërguari alayhis salam ka thënë: "Ati që i lind fëmia dhe u athërret ezanin në veshin e djathtë dhe ikametin në veshin e majt, fëmijën e tillë nuk mund ta dëmtojë ndikimi i xhindëve." Po ashtu transmetohet nga Ibn Abazi radiallahu anhu se vërtet i dërguari alayhis salam ja kishte thirrur ezanin në veshin e djathtë dhe ikametin në veshin e majt Hasan ibn Aliut radiallahu anhu, nipi i të dërguarit alayhis salam, atë ditë që kishte lindur. Fatkesin e thirrjes së ezanit dhe ikametit e përbën Ibn Qayyim el-Jauziu në librin e tij Tefetul Mevduti. Fshehtësia e thirrjes së ezanit dhe ikametit është se gjëja e parë që dëgjon njeriu është fjala që e ngre lart madhështinë e Zotit të botëve, shehadeti me të cilit hyhet në islam. Po ashtu është sikur talkini për të, nga se në ezan është simboli i islamit për të hyrë në këtë botë, sikur se talkini që i lexohet për t'ju rikujtuar shehadetin në momentin e daljes nga kjo botë. Askush nuk mund të mohojë ndikimin që e ka ezani në zemrën e fëmijës, edhe pse ai nuk e kupton. Përveç këtyre ka dhe dobi dhe urtësi të tjera, si ikja e djallit për fjalëve të ezanit, i cili e ka pritur derisa të lindë. Kur e dëgjon sheriati ezanin, ai dobësohet dhe pezmatohet duke u nisur nga ajo se fëmia i ka dëgjuar fjalët e para ezanin. Tjetër urtësi apo kuptim është se ezani përmban thirrje për të shkuar rrugës së Allahut, për t'ju përmbajtur fesë islame, për t'i bërë ibadet Allahut. Kjo thirrje i paraprin thirrjes së sheriatit. Me këtë thirrje i bëhet ftesë fëmijës që t'i përmbahet natyrshmërisë se si e ka krijuar Zoti atë. Kjo thirrje u paraprin devijimeve thirrjes degeneruese dhe devijuese të sheriatit e tjerë. Të gjitha këto kuptime që i ka paraqitur Ibn el-Qayyim el-Jauziu janë argumenti më i madh se sa i ka kushtuar rëndësi i dërguari alayhis salam çështjes së besimit, përzierjes së shejtanit dhe hamendjes nga fëmia që posa e ka shijuar jetën e kësaj bote. Për të gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.